logjikën. Logjikën se si një drejtori një ndërmarrjes më të madhe në vend, Kekut, i është nënshtru një strukture jo formale, të cilën e udhëheq Dejona Mihali unë besoj, me direktiva të Albin Kurtit. E pave seancën gjyqësore të fundit ku ndodhej zoti Nagib Krasniqi? Si të duk? Po tash kjo është fillimi. Natyrisht që do të mësojmë shumë më shumë nga ky proces gjyqësor për atë që ka ndodhur në Kek, e cila pastaj ndërlidhet me ato që përmendet ju, domethënë disa prej komunikimeve që atë tash janë zbuluar, që kanë qenë në grupin WhatsApp, çështjet për cilat është folur. Po edhe dohet publiku me di që kjo është njëri prej proceseve, është edhe një proces tjetër i cili pret zotin Krasniqi që ashtu ndërlidhet me. Janë dy akte akuza. Dy akte akuza që një për tender, një për shitblerjet e energjisë. Një gjë që do të mendoj me e bërë qartë që në fillim në këtë proces, që është në basë dhe proceset tjera, po në këta është ma evident, është që për shpesh që njerëzit për e keq kuptojnë korupcion ose dëmtim i interesit të shtetit, kështu, nga pozicioni zyrtar. Nuk është domosdoshmërisht vetëm para që ti merr dhe shteti gjeptoni. Mund është kanë herë mos me marr para në gjeptoni, mund është kanë me menu që edhe për bën mirë, por nëse shkon në shkelje të procedurave ti dëmton shtetin. Sepse procedurat e mbrojnë shtetin, përsa ata janë aty. 37 milion dëme. Tash dëmi llogaritet tu që është 37 milion. A do dëshmohet kjo në fund ajo, mbetet të shihet, pra se kjo është megjithatë proces në fillim mirë, por që ky fenomeni në të cilin të ish përfill procedurat, sepse mendon që e ka bën, ose spaku pretendon që e ka bën për të mirën e vendit, mendoj që kjo do të më diskutu shumë televizat vendosë, sepse televizat vendosë si koncept politik është i ndërtuar në bazë të kësaj. Që e kemi pa domethënë që është përfatën në secilin fushë. Po. Dhe mek na jemi tu bë mirë. Na jemi këtu për të mirën e vendit, na kemi votën qytetare, rrjedhimisht neve na lejohet. Sham na kemi pa kjo ka deklarime publike të Kurtit si kryeminist. Na lejohet edhe me vjedh. Na lejohet me shkel procedurat, na lejohet me loq to, na lejohet me... por dikush përfiton nga kjo shkelje procedura, në mënyrë të kundërligjshme. Absolutisht, dhe ajo duhet të dëshmuar në gjykatë, për që ata shkojnë njerëz në gjykatë. Tash, unë e pashtë prokurorja që përmendi edhe Dejona Mihalin, dhe na kemi pa edhe në komunikim me Dejona Mihalin, por Dejona Mihali e ka një veçanti mendoj në këtë proces. Është i vetmi person aty në atë grupin, me sa më kujtohet, që nuk ka pozitë formale. Po. Është jo zyrtare. Nuk është e punësuar me kërkon as në korporat, as në shtet. Prandaj nuk ndiqet për shpërdorim të detyrës zyrtare, sepse s'ka pozitë. S'mundet. Mirë po, nëse ajo e ka atë pushtet, unë kam thonë gjithë, ajo e ka atë pushtet prej Albin Kurtit. Ja ka dhënë. S'mundet ndryshe. S'ka mund Dejona, nuk mund as Dejona as kërkush tjetër, vetë vendosim me marr pushtet nëse nuk është dakord Albin Kurti me atë punë. Ne kemi pa për shembull edhe komunikim me zotin Mujka, më herët për punësime, mënyra qysh çdo gjë në fund përfundon si pyetje te Albin Kurti, atja bojmë çështë. Edhe në të rast është pa që ashtu është. Kështu që këtë drejtim konsideroj që kjo për mua është problemi ose e shpërfaq këtë fenomenin e funksionimit të brendshëm të televizëve vendosje dhe raportit që ka ndërtuar televizja vendosje me institucionin publik. Sepse kur ti për shembull, se tjetër gjë është që ka bërë dhe parti tjera, e jo vetëm te ne, kur ti për shembull i merr njerëz të partisë si punson, edhe pastaj funksionon formalisht me ta. Po pra. Po këtu është një hap matutje. Ti as nuk i çon në shtet. Është një strukturë paralele, si u thua. Po pushtet do strukturave që mundesh me i quajt para institucionale ose para politike, e të cilat kanë pushtet përmbi institucionin. Në tokë. Po. Se këtu për shembull, në këtë rast, pozitë formale ka zotin Nagib Krasniqi, ka qenë drejtor ekzekutiv, si quhet ai, kryeshef ekzekutiv i korporatës energjetike të Kosovës. Ai ka pushtetin formal. Pra llogaritet që po dikush është mbi të. E tash. Kush është mbi të? Dejona. Po. Kush ja dha kompetencat? Albin Kurti.